Me duar trokitje dhe brohoritje, deputetët e VMRO DPMN-si priten persona të cilët u futën në objektin e kuvendit. Në një prej video incizimeve të cilat u paraqitën në internet, publikuara dhe nga deputeti Ljupço Nikolovski, shihet se njerëzit të cilët kanë hyrë në mënyrë të dhunshme brenda kuvendit janë pritur nga ana e deputetëve tani pakisë parlamentare. Disa prej tyre u pudhnin duar deputetëve, duke përfshirë këtu edhe Elizabeta Kanqevskan, e cila e përqafoi njërin nga personat që mbante maskë në kokë. Sot tentuam që të kontaktoj me Kanqevskën, por ajo nuk u përgjigj. Iako nekoliko puta se obidovme da je... Disa herë u përpoqëm që të kontaktoj me deputeten e VMRO DPMN-s Elizabeta Kanqevska-Milevskan, që ta komentoj ajo vetë videon ku shihet duke përqafuar një person me maskë në kokë, që u fut në kuvend dhe të na tregoj se a njihet personalisht me atë person apo jo, por Kanqevska nuk u përgjigj në thirrjet tona telefonike. Megjithatë e kontaktuam Ljupço Dimovskin, i cili e publikoi videon në Facebook në profilin e tij personal. E pyetëm nëse në atë video ai ka hedhur benzinë në zjarr. Ai u përgjigj duke thënë se e dënon dhunën, por gjithashtu tha se gjithë kjo ndodhi për shkak të zgjedhjes së Talat Xhaferit si kryetari i kuvendit. Për shkak se populli është i vetëdijshëm se e ka ndjekur të gjithë situatën, është provokuar vendimi i tij për të hyrë në ndërtesën që atje në mënyrë dhe ta tregoj atë që dëshiron të thotë për 60 ditë me radhë, sepse ndryshe askush nuk po ja vinte veshin. Shumë njerëz mendojnë se hyrja me dhunë në kuvend nga ana e turmës është situatë paraprakisht e planifikuar. Këtë gjë e mendon edhe lideri i LSDM Zoran Zaev, i cili si porositës që siç tha ai tentim për vrasje me paramendim i akuzoi Nikola Gruevskin dhe Mitko Çavkovin, ndërsa Gimuhiu tha se një pjesë e policisë ka marrë urdhëra nga një parti dhe se Mitko Çavkov si njeri i parë i shtabit operativ tha se nuk ishte i qasshëm për të në momentin kur jeta e shumë deputetëve ishte në rrezik.